Pak muaj më parë, ajo solli në jetë vajzën e saj Alaja. Që atëherë, Fjolla Morina kujdeset e vetme për foshjen e saj, pasi babai biologjik i fëmijët braktisi atë kur Fjolla ishte ende shtatzën. Madje ishi dashuri i këngëtares, Flamor Azemi, i bëri presion asaj ta abortoj fëmijën. Është e vërtetë, unë kom qenë lidhje, jam nda me babën e vajzës, ka përfundu gjithçka mes meje dhe tina, vajza është e unë e kum dash me lind vajzën, nuk kum dash të në vajzën me hekën. Përveç e braktisi Fjollën, babai Alajas nuk ishte interesuar më as për vajzën e tij. Unë i ku marrë gjitha për mbi vete, ai nuk don më interesu për vajzën, vajza nuk ka nevojë për ta. Pas ndarjes, Fjolla nisi një jetë të re me fëmijën e saj, kurse ishi dashuri nuk priti gjatë për të gjetur një tjetër femër. Të drejtë, s'm intereson, a beson që nuk më intereson puna e tina moje që kur gjo. Heqish absolut heq, për të nuk më intereson. Unë s'kisha dash me komentu kur gjo për ata, kisha dash me alon kohës gjithçka. Duke lënë anash të kaluarën e hidhur, këngëtarja Seksi vazhdon punën në studio duke punuar në projekte të reja.